Hamdi i takon Allahu Gjeleshanuhu, salavatët tona qofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Gjematin dërum, Allahu Gjeleshanuhu është krijuesi i ditës dhe natës. Dhe Allahu Gjeleshanuhu bëri që ditët të jenë disa të ndryshme prej të tjerave. Allahu Gjeleshanuhu bëri që ditët dhe netët në përgjithësi shumica e tyne të jenë të zakonshme, normale. Po ashtu ka bë ditë të cilat janë festa për muslimant. Dhe ato ditë e festave janë festa e Fitr Bajramit dhe festa e Kurban Bajramit. Këto janë dy festa për muslimanin që i ka brenda vjetit. Po ashtu edhe dita e Xuma është konsideru fest javore. Pastaj, jashtë këtyne mund të ketë festa të cilët i kanë madhnu jo muslimant, po ato me nes kanë të bëjnë asgjan. Pastaj grupi i dytë i ditëve është ditët apo netët e begatshme, që u themi ne natë e madhe, ose ndonjë ditë e cila ka një vlerë të veçantë, si për shembull dita e Arafatit, ose nata e Kadrit. Këto janë të dallume nga ana Allahu Gjeleshanuhu dhe zakonisht kanë brenda tyne edhe ndonjë ibadet si agjerim apo namaze. Dhe pastaj kemi kategorinë tjetër të ditëve që janë ditët historike, si dita e lindjes pejgamberit alayhis salam, dita e luftës së Bedrit, dita e hijretit Muhamedit alayhis salam që ne i themi viti i ri, dhe që prej sot pra kemi hi në vitin e ri hijri, të cilin muslimanët e kanë në kalendarin e tyne. Po gjematin dërshëm, dita e vitit të ri musliman është ditë historike, pra nuk është ditë e festave. Dita e hijrit, vitit të ri hijri, apo nata e vitit të ri hijri, nuk kanë ndonjë ibadet të veçantë, po është ditë historike. Çfarë historie kanë to? Ku pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam bashkë me shokët e tij për ta rujt dinin islam, për ta rujt veten dhe familjet e tyne, e lanë Mekën dhe shku në Medinë. Dhe prej kësaj periudhe fillon të llogaritet kalendari i muslimanëve, që i themi kalendari hijri. Dhe tash kemi mbri në vitin 1447. Dhe xhamatin nderuam, kjo ditë nuk është fest. Mos e kuptojmë si festë se duhet festojmë diçka. Jo xhamatin nderuam, po në vend se të festojmë, ne duhet meditojmë. Pra këto janë ditë jo për të festu, por për të meditu, për të mendu rreth këtyne në aspektin historik. Çfarë bani pejgamberi alayhis salam? Çfarë sakrifice bani pejgamberi alayhis salam? Pse e la vendin e vet dhe shkoi në vend tjetër? Dhe në këtë mënyrë ne duhet meditojmë, jo të festojmë. Allahu Gjeleshanu fest na i ka bo bajramët, ndërsa këto ditë të tjera janë historike. Dhe këtu nuk ka të festume, po ka të meditume, që ne të meditojmë rreth tyne, të analizojmë dhe të mundohemi të përfitojmë. Dhe pejgamberi alayhis salam, për ne që se kemi mbri hijretin, tha muhajir është ai që largohet nga e keqja. Sot muhajir është ai i cili largohet prej haramit. Xhamatin ndarshëm, muhajir në kohën e pejgamberit alayhis salam ka qenë ai Mekelia që e kalon shtëpinë e vet, vatanin e vet dhe ka shkuar në Medinë. Këti ju kanë thonë muhajir. A sot muhajir është ai që largohet prej haramit. Xhamat, sa largohemi ne prej haramit? Sa ne kur na vjen një ofertë pune e analizojmë vallë që kjo punë, a është haram ajo? A ta pranoj që këtë ofertë ajo? Sa e analizojmë në një punë që e marim përsipër, a është haram, a s'është haram? Sa prej neve kur e marim një ushqim, e kemi dertin, a e kemi halal apo haram? Sa prej neve e pojmë një punë, punojmë një punë, ndoshta në atë punë kemi bo diçka që na e ka bo haram punën tonë. A e kemi mendu dhe njëherë se ndoshta ne nuk kemi largu prej haramin? Sa kemi frikë haramin, se nuk ka ligj që njerin mund të largoje prej të keqes përpos ligji i Zotit. Vetëm frika ndaj Zotit mundet njerin të largoje prej të keqes. As një ligj tjetër. Kriminalitet xhamat ka edhe në Zvicër, kriminalitet ka edhe në Norvegji,
Kriminalitet ka në Suedi, ka në Amerikë, ka në Kanadë, ka në Australi, ka në Rusi. Ku të shkojsh në botë ka kriminalitet. Po çka e rru njerin që mos boje një kriminalitet? Ndërgjegja, xhamat. Nëse një njeri ka ndërgjegje, ai ne tjetoj edhe në shtetin më të korruptum. Ne tjetoj çtu në Maqedoni, që është i korruptum dhe s'ka ligj, s'ka shtet. Edhe në çket shtet pa shtet, se kjo Maqedoni është shtet, ama nuk është shtet. Edhe që këtu, po nëse kije ndërgjegje, xhamat, nëse je njeri mirë, ti kije frikë haramit. Ama kur e kije zemrën e prisht, me të çu edhe në shtetin më demokratik në botë, me të çu edhe në Zvicër apo në Norvegji, në Suedi, ku thuhet se ligji më i mirë është në gjithë Evropën, bile edhe në botë, edhe atje do bësh të këshia. Pse? Se ndërgjegjen e kjet prisht, zemrën e kjet prisht. Dhe ai që është mbrenda i prisht, ai s'mund bëjë punë të mira. Ama ai që është mbrenda i mirë, xhamat, ku ta çosh ai do jesë i mirë. E ne duhet punojmë në ndryshimin e vetvetes. Kjo ndryshon. Allahu pasi lyp prej neve përgjegjësi, që jemi të bindet se ndryshon. Ama kur të ndryshoje? Kur ne di thojmë vetit ndrysho. Ama pa i thonë ne vetit ndrysho, ki epsh nuk ndryshon. Kjo vetvete nuk ndryshon, xhamat. Hoxha bën të bëjmë dëni ëmbëlsi, se është natë e madhe. A e ke bo pyetje njerë të parët që do t'i blesh atë ëmbëlsin, a i kje halal njëherë. Që ato pare që do t'a blesh atë ëmbëlsin, a i kje halal, që qatë shikoje njëherë. Nëse i kje parët me halal, për dit blej ëmbëlsia, so problem. Ama nëse si kje me halal, po me kanë edhe nate e hijrit, po me kanë edhe nate e mevludit, po me kanë edhe nata e Arafatit, edhe nate e Kadrit, mës mendo se dhe të bëhet halal ajo pare. Mës mendo se si të blejun dë njëse për ibadet e për dë një pun të hajrit si mendojnë dikushi, dë bëhet halal. Jo xhamat, nuk bëhet halal. Nëse e kjetë fitume me haram, hiq mës mundo që ta dalësh këtë natë. Hoxho, sa ndë natë e mirajit. Qka ka ndodhë miraj? Obligimi namazit. A e falti namazin? Jo se fali. Po qka kjeti me mirajin? Dënë ta gëzësh natën e mirajit dhe namazin se fali. Anë miraj që ka po obligim namazi. Qka kjeti me mirajin? Qka kjeti me hijrin? Kur dhe ish muslimani sinqert, muslimani mirë, gjdo dit e kje fest, gjdo dit e kje të mirë, ama nëse ti nuk e ke pastru zemrën tënde, nëse ti nuk e ke pastru pasunin tënde, nëse ti se ke pastru malin tënd prej haramit, hiq mëse lodh vetën nga rendish që të bëjsh ëmbëlsi e tatli në natët e mdhoja. Me pare harami zbohet kur gjanë xhamat. Pse ishtin xhami nuk bëhet halal ajo pare. Prandaj, kjo letjese mesazh jon i kësaj nate historike që ishte hijri dhe viti i hijrit. Në qese ky mesazh të bohemi muhajir, si u bon sahabët, po në kontekstin e largimit prej haramit. E kur të largofmi në prej haramit, ta dim se imi bo muhajir, që largohemi për hir të Allahut nga një haram dhe mundofmi ta bëjmë një punë të mirë. Deri sa s'kje frik harami, deri sa nuk largohesh prej haramit, deri sa nuk e pastron harami prej pasunis tënde, mos e lodh veten. Si tha pejgamberi alayhis salam, del njeriu në rrugë, ujtin tha e ka haram, bukën tha me haram, rakën tha me haram, i ngre dorën tërma, o Allah, çka ti pranoi tha Allahu këtij njerit. E xhamat, kujdes se si vim deri te pasunia, se sot një numër i njerëzve, fatkeqësisht edhe i muslimanëve, nuk e këshyrin çfarë udhë marrin për të mbritë pasunia. Nuk është duke e pa se çfarë metode përdor vetëm të boje pare. Edhe haramin e han, edhe krejt haramët i bën vetëm të boje pare. Ama xhamat, mës lype mës e të pyse hoxho kur është natë e madhe. Mës pyte mës e hoxho kur është kjo natë, s'duhën ty këtë natë. Kje qëtëra probleme një, regulloj ato probleme tjera, mas e ndet dhe vish këtë fasë. Inshallah Allahu Teala xhamat na bën që të largohemi prej haramit. Kjo largimi prej haramit lectjese për ne shpërblim i dalimit këtyne netve të mdoja. Jo t'i dalim vetëm si përfaqësisht, po t'i dalim ashtu si lip Allahu xhaleshanuhu, duke e pastru vetë vetën, duke fillu prej shpirtit,
e pasunis, e gjithë pronën që kemi se gjithë jemi të Allahut dhe të Ai do të kthehemi. Dhe kur themi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, se të Allahut jemi, nuk do të thotë vetëm trupi, po gjithë shka që kemi, jemi të Allahut. E të kish parasysh se si ke vepru me atë që ta ka dhënë Allahu në dynjë dhe si do të ndalim para Allahut në botën tjetër. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.